Procesi I zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës po shndërrohet në një fushë betejë politike, ku secila parti dhe grupim kërkon të maksimizojnë ndikimin e vet. Presidenti aktuale Vjosa Osmani, e konfirmuar si kandidate për një mandat të dytë, përballet me sfidën e balancimit të mbështetjes së brendshme me nevojën për konsensus më të gjerë ndër partijak. Në të njëjtën kohë, emra si Lumir Abdixhiku I LDK-s dhe Ramush Haradinaj nga AAK diskutohen si mundësi për të ndarë peshën politike mes grupeve që kërkojnë një kompromis, duke reflektuar tensionet dhe marrëveshjet e fshehta që shpesh përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Mirëpo se kush realisht mund të pritet të marrë postin e presidentit apo presidentes të vendit dhe si mund të shkojë ky proces, në një prononcim për Bota Sot foli antari I listës Guxo, Luan Gacaferi. Si fillim ai tha se është e sigurt që Osmani do të jetë kandidat edhe për një mandat të dytë, ndonse nuk e mohoi mundësinë që të ketë edhe kundër kandidat nga partitë opozitare. Megjithatë, antari I Guxo beson se do të jetë pikërisht LDK-ja ajo që do ja bëjë korumin Osmanit e që sipas tij për këtë ka arsye të madhe. Një gjë është e sigurt, Vjosa Osmani do të jetë kandidate për presidente edhe për një mandat. Tani se a do të ketë kundër kandidat nga opozita mbetet të shihet, mirëpo unë besoj shumë se LDK-ja minimalisht do të qëndrojë në sallë për t'ia plotësuar korumin. Kjo pasi që LDK-ja nuk e ka luksin me shku në zgjedhje të reja, deklaroi Luan Gacaferi. Kujtojmë se nëse partitë parlamentare nuk arrin ndonjë pajtueshmëri për çështjen e presidentit të ri, atëherë do të ketë sërish zgjedhje të parakohshme në Kosovë dhe vendi do të zhytej edhe më thellë në krizën institucionale. Presidenti zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe një kandidati I duhen të paktën 80 vota deputetësh nga 120 në përgjithësi në raundin e parë. Nëse nuk I siguron ato në raundin e parë dhe as në të dytin, I mjaftojnë të paktën 61 vota në raundin e tretë, por me një kuorum prej 80 deputetësh në sallë.